13 vendet e Evropës Juglindore dolën sot me një deklaratë të përbashkët kundër terrorizmit, duke u angazhuar të bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të kundërvënë me mjete veprimtarisë të ashtu quajtur Shteti Islamik i Irakut dhe Sirisë dhe fenomenit të luftëtarëve të huaj. Deklarata u nënshkrua në kuadër të mbledhjes së ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, e cila u zhvillua në Tiranë. Gjatë takimit u diskutua edhe për projektet e përbashkëta që vendet e Ballkanit Perëndimor synojnë të paraqesin Bashkimit Evropian për të marrë mbështetje financiare prej tij. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Në procesin e bashkëpunimit të Europës Juglindore marrin pjesë vendet të cilat janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe të tjerat janë në procesin e integrimit evropian. Përfaqësuesit e të 13 shteteve anëtare ranë sot dakord të bashkojnë zërin dhe forcat kundër terrorizmit, duke u angazhuar që të përdorin të gjitha mundësitë për të përgjigjur kërcënimeve që vijnë nga ISIS. Në deklaratën e përbashkët të nënshkruar sot gjatë ministerialit të Tiranës, theksohet se kërcënimet dhe sfidat e përbashkëta kërkojnë përgjigje dhe veprime të përbashkëta. Kemi jetësuar vullnetin tonë politik dhe solidaritetin për të bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe për të vënë gjitha burimet tona njerëzore dhe financiare në dispozicion të kësaj kauze, që në fakt nuk është një kauzë thjesht e jona. Nga ana e tij, ministri i jashtëm bullgar Daniel Mitov, vendi i cili do të marrë pas Shqipërisë presidencën e radhës SECP-s, vlerësoi deklaratën e përbashkët si një dokument shumë të rëndësishëm. If we want to be a truly integrated region, nëse duam që të jemi një rajon tërësisht integruar, të jemi të përgjegjshëm, nëse duam të tregojmë se ne mund të punojmë së bashku për të bërë ballë sfidave që kemi përpara, veçanërisht atyre të sigurisë dhe gjeopolitike, ne duhet të përqendrohemi në këtë çështje jashtëzakonisht shqetësuese, siç është lufta kundër luftëtarëve të huaj, lufta kundër përhapjes së terrorizmit. Ka shumë gjëra që mund të bëhen për të delegitimuar ideologjinë e ISIS. Ne mund të punojmë së bashku duke shkëmbyer informacione lidhur me luftëtarët e huaj, duke ndërprerë burimet financiare të ISIS-it dhe duke mbështetur së bashku koalicionin global kundër ISIS. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i takimit të sotëm ishte edhe përpjekja e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të punuar së bashku për hartimin e projekteve rajonale që të mund të mbështeten financiarisht nga Bashkimi Evropian. Për këtë çështje, para mbledhjes së sotme pati edhe një takim mes përfaqësuesit të Komisionit Evropian dhe vendeve pjesëmarrëse në konferencën e Berlinit. Ministri i jashtëm shqiptar Bushati tha se synimi është që takimi i jashtëm në Austri të mos jetë thjesht një takim i suksesshëm në letër, por për t'ju qasur Vjenës me qëndrime dhe me projekte të përbashkëta rajonale që do të siguronin në radhë parë gradualitetin e transformimit të Ballkanit Perëndimor në një rajon dhe së dyti që do të përcaktojë edhe një afatizim, që se do ta quaj kështu, të transformimit të Ballkanit Perëndimor në një rajon përmes implementimit të projekteve në fushën e infrastrukturës, sidomos për sa i përket çështjeve të infrastrukturës energjetike. Shqipëria po këmbgul fort që rajoni i Ballkanit të ketë dhe mbështetjen e duhur ekonomike nga Brukseli, e kësaj çështje i mëshoi në fjalën e tij në hapje të takimit edhe kryeministri Edi Rama. Për Zojën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.